do të qohem e do të shkoj tek i mat e do t'i them: O atë, rash në mkat kundër qiellit e kundër teje. Lavdi ty, o Krisht, mbreti lavdi së mshuar. Lavdi ty, o Krisht, mbreti lavdi së mshuar. Zoti qof me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, të gjithë tagamlelesit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusi për ta dëgjuar. Farizejtë e skribet në katnin. Ky i pranon mëkatarët, thoshin, e po ha me ta. Atëherë Jezusi u tregoi këtë shembulltyr. Një njeri kishte 2 djem. Djali i vogël i tha tet: Bab, ma jep pjesën e pasurisë që më takon. Ai u andau pasurinë. Mas pak ditësh, djali i vogël mblolli çka pati, le shkoj në dhete largët e atje, i shkapërnderri pasurinë e vetë, duke jetuar i rampasvesesh. Kur spenzoi gjithçka pati, u bazi e madhe e buke në atë vend, e djali filloi të sprovoj skamjen. Atëherë shkoi e u lil rrogtar të një njeri atij vendi. Ky e dërgoi në tokat e veta t'i ruajtësit. E dëshironte të mbushte së paku ndonjëherë barkun me kokra çiçibunesh që hanin thit, por askush nuk ja jepte. Atëherë i erdhe mend e thoshte: Sa me ditëve tim atë u të prom buka, kurse unë këtu po vdesurie. Do të qohem e do të shkoj tek im atë e do t'i them: O atë, rash në mëkat kundër qiellit e kundër teje. Nuk jam ma i den që quken hyt birë. Me prano si njën der rrogtarët e tu. U qua le mori rrugën le ktheket tek ati. Ndërsa ende ishte larg, i ati e pa. Unë ka zhnyer, u leshua prap e mori ngrykle e pusi. Atëherë biri tha: O atë, rash në mëkat kundër qiellit e kundër teje, nuk jam ma i den të quken hyt birë. Por jati u tha shërtorëve të vetë: Si një shpej pekta më të mirat e veshnjani. Vendjani unazën në dorë, le mbasurat në këmbë. Si një viqin e majnë e prenje të ham e të gëzojnë, sepse ky imbir pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet, e filuan të defrehen. Djali i tij i madh ndoli në fush. Kur u kthye e ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë valle, thirri një shërtor dhe pyeti që ndodhi. Ai përgjigji: U kthye vllai hyt, e hyt atë e preu viqin e majur, pse ju kthue djalin shnoshe mirë. Ai u zemërua, le nuk deshi të hyj brenda. Jati doli jashtë dhe ju lut. Atëherë ai i tha tet: Që se unë të shërbej tash sa kohë, e kur nuk e shkel asnjë udhën tënde, e ti kur zme dhe asnjë të gustitem me miqtë e mi. Por kur ti erdhi ky djali hyt, që prishi pasurin tënde me lavire, ti ja preve viqin e majmë. Biroi, tha i ati, ti e gjithmonë me mua, e gjithka kam është e jotja. Por se u desh të gëzohemi e të ngazëlohemi, sepse ky vllai hyt
pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet. Fjala e Zotit. Edhe ne në këte Eukaristin jemi ftuar me merr pjesë në këte gustim që Ati përgatit për ne, për me gëzuar, sepse ne si familje Zotit e ne si fëmijë jemi duke gjetur prap rruga e shtëpisë e ky ban shkakton një gëzim në zemrën e Zotit. Jemi ne ata bitë që janë shpendar e që kthehen, që zbulojnë se nuk kanë një gjyq i rept që prit, por një Ati mëshirshëm, gati me ba fest për ne. E Ungjilli që kemi dëgjuar, që asë një ndaj shembulltyre ma e çmueshëm e që ka vetën Ungjillin e Lukës, na tregon në mënyrë ashtu si një tregim e bukur çfarë asa thelbin e fen ton krister faktikisht. Por unë preferoj sot në këtë vit na përqendruar në leximin e dytë ajo i Shempalit Apostull drejtuar Korintasve, sepse atje në mënyrë sintetike kemi çka Ungjilli në mënyrë më e gjatë na tregon. E për të arsye se bashku me ju rilezoj disa shprehje që janë nga vetë Shempali, ai që na ofron në mënyrë shumë qartë çfarë është në zemrën e Zotit për ne, çka ai ka përgatitur. E arsye për të cili ne quajmë mesazhi krishterë Ungjilli, do me thënë Evangelion, lajmin e mirë. Çfarë është lajmin e mirë? Nuk është lajm thjeshtë, është vepra e Zotit ofruar neve për na jepë një mundësi tjetër, për me rendërtuar një marrëdhënie që ndoshta ishte prishur në kohë në mënyrë historike, për çka i përket historia e njerëzimit, për çka i përket neve si historinë tonë personale. Edhe çka ai ne ofron gjithmonë pa pushuar. Pali fillon me një shpallje shumë interesante që është lidhur në fati që ai në këtë pjesë e letrës së Korintasve, letra e dytë, ai është duke paraqitur çfarë është thelbin e misionin e tij, shërbimin e tij apostolik. Çfarë është apostollimi? Çfarë është mesazhi që Krishti ka besuar apostujve, edhe për këtë arsye edhe neve si kishë, për me shpalu mes njerëz. Është një lajm që jep shpresë. E kjo shpresa shkakton një gëzim. Thotë se nga burimi nga Zoti si burim ka një iniciativë re për historia e njeriut. Hyj na pajton. E pajton ai nëpërmjet Jezu Krishti. Krishti është mjet pajtimi mes njeriu që u larguar nga marrëdhënia me Zotin, edhe hyj që dëshiron me vazhduar edhe një herë. Nuk ka të lodhur prej neje. Unë shpesh besoj për mua, edhe duke shikuar që ndodh mes nesh, që ndodh në botë, ndoshta Zoti nuk ka akoma i lodhur nga njeriu. Si ka mundësi. Me të cilat gjërat që shikojmë pa drejtësinë, luftrat, gjëra që janë vërtet të çuditshëm e që na bën pikë pyetje, a meritojnë ne diçka nga ne Zotit? A meritojnë me vazhduar jetën e këtë planet, o ashtu më mirë që zhdukemi të gjithë me një pastrim si ka qenë në Biblën tregimi e përmbytje? Mirë, përgjigja kemi këtu.
nëse ne njohim çfarë është zemra e hyjt për ne, një zemër atëror, atëherë nuk dushojmë fakti që ai ka për ne akoma dhimbje, akoma mëshirë, akoma një propozim për me vazhduar kjo historim. Ai kërkon pajtimi, e merr iniciativen e pajtimit, se ke nuk është njeriu që mendon për me thy mrapa, por është Zoti që ofron me iniciativen e vetë, ashtu, i papritu, i pakërkuar, një mundësi tjetër, një pajtim. Që është pajtimi? Kutoj birë që është pajtimi në Biblën, që është pajtimi në shkrimin e shenjtë, sidomos në këte mesazhe që na drejton Shempani. Pajtimi, zakonisht, mes nesh, janë dy palet që bisaton, e shkeron mos marrëveshje që kanë, e gjejnë një rrugë afrimi, duke falur njëri tjetrin, o duke ba një rendërtim për çka është marrëdhënia që është. Por janë dy palë që bien dakord. Por këtu në këtë rast as diçka më tepër e më veçantë. Më veçantë sepse thotë Shempali vetë se në Krishtin e nëpërmjet Krishtin hyj pajton botën me vetveten, duke mos u numeruar njerëzve fajt e tyre. Nuk e di, shpesh dëgjoj biseda që kanë edhe me grua e me burrin shpesh. Po ti atë kod me ke bashtu, po ti zakonisht e ban ashtu. E shkojnë tu balanca deri kur shikojnë çfarë janë pesha më e madhe nga një anë tjetër, sepse ti ke bashtu e unë kam bashtu. Unë ka ba këta gëbime, po të ka ban këta gjërat e mirë. Në janë tjetër barabartë. Paka shumë kemi biseda të tillë. Nuk është një bised të tillë që ban Zoti me ne. Biseda e tij është se në Jezu Krishtin ai pajton me botën me ne, mos tu numeruar njerëzve fajt e tyre. Nuk është një problem se kemi shku barabartë, atëherë shkojmë për para. Jo, jemi ne që jemi pjesa që me mungesat, dakord? Por ky nuk ka rëndësi në sytë e Zotit. Ai nuk pretendon që ne vlerësojmë sa gjëra mira që ka mbaj, ose sa e keqe kemi bërë ne, por ai vazhdon në rrugën e tij duke na ofruar një rrugë daljes nga situata tona që janë pa dalje. E shpjegon akoma më mirë, një fund, çfarë që është thelbi e ungjillit, do me thënë lajmin e mirë për ne, lajmin e mirë për botën. E thotë fatikisht në restin e fundit, atë që kur u bë mëkat, e ashtu folur për Jezusi, hyi për ne e bëri mëkat. Do me thënë, Jezusi vdiq për ne si mëkatar, se kryq është një ndeshkim për një mëkatar në logjikën e ligjin e vjetër. Si fajtor, si kriminal, po ai ishte i pafajshëm. Ai jep i pafajshëm që për me vdekë si mëkatar. Për çfarë arsye? Për arsye që ne që jemi efektivisht mëkatar, të gjejmë jo ndeshkim, por jeta. Jo vdekja, por ngjalja. Kjo është logjika e pashkëve. Asta çka jemi duke përgatitur e çka kremtojnë. E arsye për të cili sot gëzojnë nëse e kemi veshë zemër e hapur. Zoti afrohen neve jo se pagojnë borxhet tona, por se ai ka paguar borxhet tona në vendin tonë. Pa me pretenduar gjë. Veten a pranon ti këta? Unë e ka ba pjesa ime. Nuk ka për me ba asgjë më tepër, kjo është lajmin e mirë.
Po ti, a do me pranua vepra që unë kam ba për ty? O je gjithmonë byrë në vetë, duke menduar vetëm për çka ta mungon, sa larg je, çfarë pradeci që je të pësuar, si keq është bota? Ka vete një mënyrë për me dalë jashtë dhe ko vizioni pesimiste e negative. Me shikua, sa e mirë e Zoti, pavarësisht se si jemi ne, pavarësisht si as bota. Kjo është rritësia e lajmin e mirë e Krishterë, që sintetizon në këte pak fjalë Shën Pali e Shën Luka në këte tregin ka që bukur që kemi dëgjuar në Ungjilin. Do me thanë se pajtimi prezupozon vullneti palekundshme të Zoti për me vazhdua me krijuar në marrëdhënie me ne. E besditja e re në Jezu Krishtin është që ai vazhdon pavarësisht nga kushte negative që krijon ne në botë e që nuk devion vullnetin e Zotit nga projektin e tij shpëtimtar. Përkundrazi ai merr pekta tona me katare për na ofrua pekta të reja e drejtësisë, do me thënë një jetë që është destinuar në ringjallje nëpërmjet falja që gjithmonë e kemi përpara. Atëherë vëllezër e motra ju kujtoj se kjo diela, kjo kreshme, që është gjithmonë një rast të tillë për me gjalleruar çfarë është zera e Zotit mes nesh, çfarë është vullnetin e tij ndaj nesh, është një kokë i volishëm, sidomos në këtë vit jubilar, që është një vit në të cilin në mënyrë edhe më përhapur ofrohet kjo ftesë të gjithë neve se jetojnë duke shpresuar ma shumë në mëshirën e Zotit se në pastërtitë e veprave tona. Ne jemi ftuar për me dëgjuar një fjalë, e kjo është mesazhin që Krishti beson apostujve e që beson edhe kishës. Do me thënë se ky nuk është diçka kufizuar me kohë, por është një mision që Krishti e beson kishës. E si vazhdon Shën Pali duke përfunduar, ne apostuj, e ne që jemi pasazhve të apostujve që jetojnë në një kishë apostolike, çfarë është misionin tonë? Çfarë është identitetin tonë? Ne jemi përfaqësues të Krishti në këtë botë. Do me thënë se mas që kemi prekur me duar tona zemra e butë i Zotit, që përjetojnë mbi ne, që jemi falur edhe nëse nuk meritojnë, kemi vetëm një detyrë, me shpal tjetër, me dëshmuar tjetër. Edhe ju kemi mundësi, shikoni që si ishim unë, e si ka bazë Zoti me mua jetën time tani. Ne jemi dëshmitar në botë, nëse ndryshojnë fal kjo mesazh dashurie e falje që na vjen falas. E fillojmë me vepruar me një logjik tjetër, edhe njeri me tjetrin, sidomos ku jemi në borxh njeri me tjetrin. Hyj ju qorton përmes nesh. Kjo është një mesazh që nga goja e kishës, nga goja e Zotit kalon në gojën e kishës, e nga goja e kishës kalon në zemrat tuaja. Kjo është misioni i kishës. Misioni i kishës është kjo. Nuk është me ndërtu kishat të komunaret o nuk e di çka akoma. Është me ndërtuar një shtëpi pranueshëm për të gjithë ata që kanë nevojë për mëshirë. E pali akoma, e ban të mia, këta fjalët e Palit në këtë moment, që e kam për detyrë e ministerial me shpallur të fjalë, pajtohuni me hyn. Ju përbejnë emën të Krishtit. Duke se Pali gjyzohet para ata korintasve e gjyzohet para leje sot, që shpalet tu në këtë fjalë, gjyzohem tu lutur juve.
mos haroni, mos humni këtë mundësi, por pajtohuni me hyin, sepse kushtet janë këta që kanë shpjeguar për para, janë kushte kresisht në favor tuaj. Çka pretendon Zoti? Ai pagon borxhet tona. E atëherë, vërtet ju kujtoj se dëgjimi fjalës së Zotit është vërtet një ngushtim nëse e merr seriozisht. Nuk janë fjalët e kota, janë fjalët që kanë ndryshuar historia. Kjo është thelbi në ungjilli. Kjo është shtylla që mbështet feja jon krishterë. Tu jemi në qendër esencës që është feja e krishterë. Si vepron Zoti me ne, e si ne duke jetuar në mirënjohje ndaj Zotit, kemi mundësi për me ndryshuar jetën tonë, marrëdhënien tonë. Me ndryshuar edhe perceptimin që kemi për jetën tonë, për kalumen tonë, për gabimet që kemi ba. Jemi rigjeneruar. Ringjallja filon nga pajtimi. Ringjallja e trupit përfunditare, as pasoja e këto pajtim që filon sot. Për të arsye, mbushni zemrën me shpresë. Mbushni sytë tuaj me një dritë optimizëm, që nuk është ashtu një optimizëm kotë, por as bazuar mbi çka Zoti gjithmonë as gati me bë për ne. Ka shkuar një herë për gjithmonë në kryq, por në mënyrë ideale ai ri për këto efektet e kryqëzimi e ka për ne sot në këtë moment, nëse jemi hapur me mendje e me zemër për me kuptuar çka ai bën për ne. E për arsye që kemi nevojë për me jetuar në mënyrë intensive, kjo realitet me kujtuar çka ndoshta harrojnë për arsye të ndryshme të jetës, kujtojnë se Kreshme është kohë i volishme për këtë punë. E për të arsye, duke pranuar ftesa e Shempalit, që thatë jemi nkarguar nga Zoti, ne si apostoj, ne si kishë, për me shpalu në botë kjo mesazh pajtimi, ju ftoj me gjithë zemër, se në këtë Kreshme kushtoni një moment veçantë për një dëgjim fort, një dëgjim e thellë e fjalës së Zotit. Për të arsye, si Këshilli Baritor, e kemi satuar pikërisht në java që po filon, java e 4, java e gëzimit, një moment të dëgjimi për ta në famulin. Në kokën e kaluar, Kreshme ishte një kokë dëgjimi fortë, gati çdo ditë ishte predikimet veçantë për popullin. Tani, e din që është një fije vështirë për shumë arsye, por kemi catuar 3 ditë, prente ashme, shtune ashme, e djela e ashme, për një dëgjim veçantë, të cili jeni ftuar të gjithë. Filojnë prente, orën 5 me ulla i kryqit, e do të kemi një katekeze mas. Masa rifilojnë shtune paradit, programi e keni edhe të kishe, do të kujtojnë në fund e meshtris. Edhe shtune mas dit, e djela do të rifilojnë me meshën e shenjtë e me një katekeze edhe mas mesh. Asë një sakrifisë, kjo është koka e sakrifisë. Ma mirë, nuk ka kuptim me hangë grosh e me dhamë mishë, nëse nuk gjejnë vend, e nuk gjejnë mënyrë për me kushtuar një vëmendje veçantë për fjalën e Zotit. Kjo dimensioni tjetër e Kreshmeve, që është lutja ma e fortë, realizohet në praktikat e ndryshme si ulla e kryqit, por edhe në këtë dëgjim fort e fjalës së Zotit. Joftojnë ndoshta as mënyra më e përshtatshme edhe për me jetuar mirë këtë vit jubilar, duke përfituar për të gjitha gjëra që ofrohet në këtë kokë e shenjtë. Edhe dëgjimin e fjalës është lidhur në këtë vit jubilar me ndjesën e plot. Do të thënë, nga falja e mëkateve edhe falja plot edhe të pasojat e mëkateve. Asnjë hir plot, një hir veçantë.
juftoj, merrni ndorë agjenden tuaj, kemi thënë dielën e kaluar që nuk jemi pronari kokës, por jemi pronari veten e agjenden, shenoni, lironi kokë, lironi angazhimet tuaja, pse e kemi punë me Zotin. Ai na pret, ai na fton. Qoftë Jezu Krishti.